Edhe pse Asamblea Parlamentare është institucionalisht e ndarë nga struktura ekzekutive e NATO-s, ajo përbën lidhjen thelbësore ndërmjet saj dhe parlamenteve të vendeve anëtare të aleancës. Ajo siguron transparencë më të madhe politike të organizatës së Traktatit të Atlantikut Veriut dhe lejon ligjvënësit dhe qytetarët e aleancës të kuptojnë më mirë objektivat dhe detyrat e kësaj të fundit. Shqipëria, si vend anëtar i NATO-s, ka nderin që të mikpres Asamblen Parlamentare. Disa dekada më parë, vendi ynë, Shqipëria, ishte pjesë e Traktatit të Varshavës dhe më pas një nga vendet më të izoluara të Europës. Mbajtja e Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Tiranë është një cilësi e asaj që ka ndryshuar në statusin ndërkombëtar të Shqipërisë. Gjatë 3 ditëve të zhvillimit të punimeve të Asamblesë Parlamentare të NATO-s do të diskutohet përballimi me sfidat e vështira që aleanca jonë ka në të ardhmen e afërt dhe të largët. Ky aktivitet do të shoqërohet nga mikpritja e shqiptarëve, ku mediat, ju, jeni të ftuara të ndiqni zhvillimin e të parit takim të Asamblesë Parlamentare të NATO-s në vendin tonë.